Në rrugën Ersek Leskovik vijojnë me ritme të mira punimet për rikonstruksionin e saj. Ky projekt kushton rreth 6 milion euro, financuar nga qeveria shqiptare dhe Berzh. Ndërhyrja në këtë aks synon të përmirësojë lidhjen mes zonave të rajonit dhe aksesin drejt potencialeve turistike të Kolonjës dhe Përmetit, për t'i dhënë një tjetër hovë zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë. Rekonstruksioni i kësaj rruge sjell një zhvillim të jashtëzakonshëm në fushën e turizmit, gjithashtu lehtëson jetën e qytetarëve, makinat që do përshkruajnë këtë aks do ketë një konsum më të pakët dhe përpasoj do ketë një rritje ekonomike për gjithë zonën. Rruga është e gjatë 42,67 kilometra, gjerësia e asfaltit ekzistues është rreth 4 metra, ndërsa asfalti i ri do të jetë 5 metra në të gjithë gjatësinë e rrugës. Projekti parashikon ndërtimin e shtresave të asfaltit të rrugës ekzistuese, ndërtimin e nën shtresave aty ku ka dëmtime të mëdha, zgjidhjen e drenazhimit të rrugës, ndërtimin e mureve mbajtëse dhe pritëse, ndërtimin e tombinove dhe veprave të artit në rrugë dhe sinjalistikën vertikale dhe horizontale. Edhe për drejtuesit e mjeteve, investimi është duke dhënë frytet e para, pasi që me shtresën e parë të asfaltit, ata mund të qarkullojnë më lehtë. Ndihmë do të vijë atyre që qarkullojnë me mjete. Kjo rrugë na ka sjellë shumë probleme në amortizimin e makinës. Ama tani që po bëhet ka ndryshimin e veta. Shumë mirë, normale, dihet. Rruga që në gjendje shumë të keqe. Tani në momentet që është rregulluar, ndihemi më komod si unë, si pasagerët, makina ka një gjatësi më shumë. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se po punohet që rikonstruksioni i rrugës të përfundojë plotësisht pranverën e vitit të ardhshëm.